Të udhëtosh vazhdimisht në përbot, për disa mbetet një dëshirë, ndërsa për të tjerë shndërrohet në mënyrë jetese. Për fotografin e njohur italian Massimo Sareta, udhëtimi është burimi kryesor i frymëzimit, ndërsa fotografia është gjua me të cilën ai rrëfen atë që sheh dhe ndjen. Përmes objektivit të tij, realiteti nuk mbetet thjesht i dokumentuar, por një formë artistike duke përcjell emocione, detaje, histori njerëzore që shpesh kalojnë pa u vënë re. Fotografitë e Saretës janë ekspozuar dhe publikuar në galeri, revista dhe projekte ndërkombëtare, ku vlerësohen për origjinalitetin dhe ndjeshmërinë vizuale. Ekspozita e tij më e fundit, Azia, sjell një përmbledhje imazhesh të realizuara gjatë udhëtimeve në vende të ndryshme të kontinentit aziatik, duke ofruar një këndvështrim të sinqertë dhe larg klisheve. Kjo ekspozit hapet ditën e sotme në galerinë Nicolet Vasia në Durrës, duke i dhënë publikut mundësinë të përjetojë një udhëtim vizual mes kulturave, fytyrave dhe realiteteve të largëta, të sjellura pranë përmes artit të fotografisë. Në Durrësin e lashtë të Saroma, një fotograf italian ka sjellë azin kontinentin aziatik me kurimin e ekspozitës hapur në qytetin bregdetar të Durrësit nga Olsen Gripshi. Ju uroj mirëseardhje në program Olsenit, mirë se na erdhe, mirë se na u riktheve. Faleminderit për ftesën dhe për gjithë bashkëbisedimin. Massimos, buongiorno, benvenuto nella nostra Rai albanese. Molto gentili, grazie. Ju urova mirëseardhje në fotografit italian që do të mund të ndihmojnë në përkthim Olsen Gripshi, edhe pse unë flas një italisht të jashtëzakonshme dhe të kulluar, por për të respektuar audiencën shqiptare, kam detyrimin natyrisht të flas në gjuhën shqipe. Olsen, pse u hap ekspozita në Durrës dhe pse u zgjodh Azia si subjekt i ekspozitës Massimo? Atëherë ju e thatë shumë bukur në hyrje, Durrësi është një qytet ndër më të vjetrit në Shqipëri, një qytet port, një qytet ndërlidhës midis qytetërimeve dhe kulturave, dhe ku më bukur se sa në galerinë Nicolet Vasia, një ekspozitë e kësaj natyre e cila rrugton në vite, jo pak, por në 25 vite, të fotografit mirënjohur, do të thoja ndërkombëtarisht të Massimo Saretës, i cili ka zgjedhur pikërisht këtë derë, këtë portë hyrëse të Shqipërisë, ka hershëm për të ekspozuar për herë të parë të gjithë rrugtimin e tij shpirtëror, artistik, antropologjik në Azinë e Largët. Kështu që në këtë prizëm, galeria e Nicolet Vasia bëhet sonte ajo porta hyrëse kulturore, sikundër gjithmonë e kanë theksuar, për të sjellë artistët më të mirë ndërkombëtar në Shqipëri, por dhe për të çuar qytetin dhe kulturën vendase përtej tyre dhe nëpërmjet tyre në kufit të themi në perëndim të Evropës. Kështu që ekspozita hapet sonte në qytetin e Durrësit. Ekspozita hapet sonte në orën 6. Dhe do të qëndrojë pothuajse një muaj hap në galerinë e qytetit, një ekspozitë e mundësuar dhe organizuar nga Liora Sinigalia, një tjetër italiane e cila tashmë prej 2 vitesh është rezidente permanente në qytetin e Durrësit. Kështu që mendojni pak se sa bukur kur tashmë kulturat gërshetohen dhe pse jo sjellin gjëra të bukura sikundër këtë ekspozitë. E kuptoj. Dhe përpara se të bëj pyetjen e parë Massimos, dua të rikujtoj teleshikuesit në Radio Televizionin Shqiptar, sot në orën 18 në qytetin e Durrësit do të jetë hapja e ekspozitës me temën Azia të fotografit italian Massimo Sareta. Do të jetë një ekspozitë për të mos u humbur, jo vetëm për qytetarët e Durrësit, të qytetit bregdetar, por edhe të Tiranës, të cilët e kanë Durrësin shumë pranë fal infrastrukturës rrugore në Shqipëri, por dhe nga rrethinat rreth Durrësit mund të shkojnë atje për të ndjekur në Galerinë e Arteve Pamore Nicolet Vasia ekspozitën me titullin Azia të fotografit italian. Massimo, ti sei sentito bene in Albania? E in Durazzo specialmente? Molto molto bene. Mi trovo è un paese che non conoscevo, però ho potuto apprezzare moltissimo l'ospitalità dell'Albania, ma soprattutto di Durazzo, perché sono rimasto in questi mesi su e giù. Atëherë, Massimo gjendet shumë mirë në Durrës, është hera e 4 që ai viziton Shqipërinë, ka ardhur këtu për të njohur një kulturë ndryshe, ndonë se jemi kaq pranë, por është herë e parë që ai ekspozon në Durrës dhe është gjetur në mënyrë të jashtëzakonshme nga mikpritja, pra të gjithë të huajt konvergojnë në një pikë të përbashkët. Pra mikpritja shqiptare mbetet themi ekselenca dhe shkëlqimi i kulturës tonë në sytë e të tjerëve, pra të botës. Xhavahiri më i çmuar që kemi, fakt është mikpritja që vlerësohet nga të huajt. Pse zgjodhe Azinë per espositën tënde per të ardhur në një qytet si Durrësi? Perché ha scelto l'Asia e soprattutto ad esporre queste fotografie eccezionali appunto a Durazzo.
Beh, allora, Asia è parliamo un po' in generale del mio lavoro. Asia è un lavoro che mi ha impegnato per 20 anni in ben 7 paesi asiatici, dall'India alla Cina, alla Cambogia, al Vietnam, Laos, Bangladesh e altri. Vend theksin tek fakti i kërkimit të tij antropologjik dhe shpirtëror, tashmë prej 20 vitesh, ku ai e nis udhëtimin e tij të parë para 20 vitesh me Indin dhe për të zbuluar dhe të gjithë vendet përreth Indis, nga Laosi, Vietnami, Japonia, Bangladeshi dhe së fundmi në Tibet. E kuptoj. Perché Durazzo? Durazzo è la porta dell'Oriente e di conseguenza mi è stata data la possibilità, diciamo, di esporre in questa bellissima città e quindi ho colto l'occasione per... Përse Durrësi, me të drejtë pyetja, sepse Durrësi është porta hyrëse drejt lindjes, ka qenë atill ka hershëm dhe fal një mundësie të artë që është dhënë nga Bashkia e Qytetit të Durrësit dhe sigurisht nga Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu, ku dhe Galeria Nikolet Vasia është pjesë, ka zgjedhur të ekspozoj pikërisht këtë rrugtim të tij në këtë galeri, themi që hapet sonde. Dhe për publikun shqiptar, Azia nuk është një kontinent i panjohur, ka ardhur në mënyra të ndryshme, nuk kam pse rjeshtoj këtu, por Azia vjen në fotot e Massimos, me aq sa unë pash nga kronika e përgatitur, në mënyrë shumë të jashtëzakonshme, duke na sjellë disa karaktere që bëjnë histori. Il continente asiatico non è così assai sconosciuto per l'Albania e gli albanesi, però nel modo in cui lei l'ha esposto, l'ha fotografato e l'ha, come dire, portato nella realtà contemporanea è assai diversa e assai molto particolare. Ma io ho cercato di portare le emozioni che io ho provato durante, diciamo, i miei scatti in questo paese. Është munduar të kapi momentet, si thuash, ku jo çdo sy i masës arrin të depërtoj, dhe kjo për të prekur emocionet e artistit dhe për t'i shpërfaqur ato dhe për t'i përcjellë nëpërmjet fotografisë, në cilën themi ai ka arritur në këtë punë kërkimore 20 vjeçare. Gran parte, allora, le mie foto rappresentano scatti in aree generalmente non turistiche al di fuori dei percorsi dei tour operator. Të gjitha fotografitë e mia janë të shkrepura në të gjitha ato zona të veçuara, të cilat nuk janë domosdoshmërisht, si thuash, pjesa qendrore apo përqendrimi i turizmit masiv, po për të kapur dhe për të përthithur pikërisht ato elementin e veçantë të këtyre vendeve. Proprio per portare la genuinità di questi paesi. Për të sjellë, për të shpërfaqur këtë genuinitetin se na vjen dhe shqip dhe italisht tani. E vërtet, pra për të sjellë ato pafajësinë dhe origjinalitetin e jetës së tyre. Origjinalitetin e këtyre zonave. Dhe në fakt në fytyrat dhe portretet e fotografuara është brenda e ravizuar si një pikturë momenti, se unë kështu e quaj fotografinë, pikturë e momentit, portretit gjithë jetës së njerëzve që Massimo ka fotografuar. Le fotografie rappresentano come una pittura, un tableau vivant del momento, del contemporaneo, quindi è molto bello anche per questo, quindi è un motivo da soffermarsi. Assolutamente sì. Le facce e i portretti dei personaggi che lei ha portato. Allora, c'era un artista svizzero, un certo signor Keshner, che diceva che non c'è cosa più bella del paesaggio del volto umano. Questo è molto poetico. Artisti referohet një artisti zvicerian, i cili Keshner, që thotë nuk ka gjë më të bukur se sa të zbulosh peizazhin e portretit njerëzor. Dhe në fakt duket sikur tek ajo portreti i njerëzve që Massimo ka fotografuar, jo vetëm janë vijat e jetës dhe historia e tyre, por origjinaliteti i peizazheve urbane ose fshatare ku ata jetojnë, origjinalitetin e kapjes nga pikpamje antropologjike nëpërmjet fotografisë në ekspozitë. Është edhe ky dimension, besoj.
Il bello della sua ricerca fotografica è appunto questi paesaggi, tra virgolette, del volto umano riportato tramite la fotografia e soprattutto per toccare e farla uscire fuori da quel contesto, diciamo, delle zone urbane tramite questi ritratti. Chiaro, assolutamente sì, assolutamente sì. A do të ishte Shqipëria një destinacion I radhës për ta hulumtuar nga pikpamja fotografike? Sarebbe l'Albania nelle sue intenzioni prossime, come ha fatto con questi paesi lontani, però grazie alla sua fotografia ormai sono più vicini all'Occidente, per farla fotografare, per farla emergere, diciamo, questo aspetto che non tutti conoscono. Non escludo assolutamente questa possibilità. Nuk e përjashtoj në mënyrë absolute këtë mundësi. Anzi, mi farebbe molto piacere. Përkundrazi do të ishte një kënaqësi. E kuptoj. Dhe për t'ia ndihmuar pak teleshikuesin të kuptoj edhe profilin profesional të Massimos, dua të di karrierën e tij, ku ka ekspozuar gjithashtu? Per teleshikues, per il telespettatore albanese, sarebbe bello che lei ci faccia un attimo conoscere le sue esposizioni, altre esposizioni al mondo, e chi è Massimo Sareta? Non ho capito la domanda. Praticamente chi è Massimo Sareta e dove ha esposto? Ma allora, la professione di fotografo io l'ho iniziata 35 anni fa. È nata come passione per la fotografia, dopodiché è diventata una vera e propria professione. Dëshira për fotografinë ka lindur para 30 vitesh, ka lindur në mënyrë krejt rastore dhe për pasion, por pak nga pak, vit pas viti, shndruar në një profesion të mirëfjellët. Ho iniziato il mio percorso nei paesi asiatici con l'India, ho lavorato 8 anni in India. E kam nisur rrugtimin tim të parë, si kundër e thamë dhe në hyrje të bashkëbisedimit në Indi, ka punuar për 8 vite duke fotografuar anë mban çdo kënd larminë e Indis. Paese che mi ha stregato, dico sempre. Me lo immagino. Një vend që e ka përthithur dhe si thuash e ka frymëzuar dhe ende sot ai ndjen këtë emocion. Dopodiché l'esploratore che è in me ha detto: ma perché non provare a visitare altri paesi asiatici? Falë frymëzimit të Indis dhe kjo ndjesie ndërgjegjes për të zbuluar dhe kultura për rreth Indis, atëherë këtu nisi dhe rrugtimi për të shkuar në të gjitha ato vendet që janë kufitare dhe pse jo të kësaj zonës asiatike, si që janë Bangladeshi dhe vendet tjera. E quindi ho iniziato a viaggiare e a lavorare anche in questi paesi per ben 20 anni di lavoro. Dhe në këtë pikë nisa rrugtimin tim që zgjati 20 vite. E kuptoj. Nuk është e lehtë të krahasosh atmosferën vibrante të vendeve asiatike me çfarë sillim ne këtej nga Ballkani Perëndimor dhe nga Shqipëria, por do të ishte bukur që mbas në të ardhmen Massimo të bënte edhe një ekspozit për Shqipërinë. Non è così facile di portare una visione dell'Asia, di questo continente lontano dall'Occidente, però non sarebbe altrettanto male che lei possa pensare di fotografare l'Albania come ha fatto con questi paesi e in prossimità, perché no, di aprire una mostra appunto totalmente con delle immagini, dei angoli dell'Albania sconosciuta. Ma io dicevo prima che mi farebbe molto piacere, avrei bisogno proprio però di una guida che mi indicasse i luoghi più caratteristici e diciamo un po' meno conosciuti. E përsëris që për mua do të ishte një kënaqësi shumë e madhe për të bërë një rrugtim të tillë si kundër e ka bërë në Azi, por do dëshiroja një udhërfyes për të kuptuar dhe për të zbuluar këto kënde të panjohura të Shqipërisë, por që mbetet padyshim një kënaqësi për fotografin ta hulumtoj Shqipërinë, themi, urbane. Con molto piacere io. Me shumë kënaqësi. Okay. La ringrazio
per essere con Grazie a lei. questa mattina. Molto gentile. Dhe ju uroj sukses në ekspozitin që do të hapë sonte. Le auguro tanto successo con la mostra che si inaugura stasera. Grazie, molto gentile. Olsen, faleminderit. Faleminderit. Që je një mik i programit Mirëmëngjes Shqipëri për Faleminderit. karrierën tënde dhe kontributin që jep në artet pamore shqiptare, por gjithashtu dhe në kurimin e ekspozitës së fotografit të njohur italian. Faleminderit. Për këdo sot në qytetin e Durrësit në orën 18 pasdite në galerinë e arteve pamore Nicolet Vasia do të jetë hapur ekspozita me titullin Azia e fotografi italian Massimo Sareta. Ndiqeni, mos e humni këtë moment. Nëse e humni sot, keni edhe 30 ditë në vazhdim deri thuajse në kufit e fundit të muajit shkurt për ta ndjekur. Faleminderit për vëmendjen për këtë bisedë. Do të ecim me tjera çështje në program Mirëmëngjes Shqipëri.